kam shumë sukses të fëmija me autizëm. E kam një në Francë, ka 3 vite që vjen të une. Sa herë shkoj une në Zvicër, a i takohet me mu me fëmi me autizëm. Kur ka ardhë herën e pasër, a i fëmi nuk ka dit me folë, nuk ka mujt me folë, edhe të ndin ma e gishtar ecën, i kanë ato gjanat e veta. Po nana e vetë ka qenë shumë luftetare, edhe në stopë më kanë dëgju, edhe sot a i fëmi shkon shkollë normale, po, edhe fundin herë ma ka shkru Astrije, djali ka fillu edhe matematikë. Wow. Adis fa suksesi ka qenë. E pash një fotografi, dje kur kena pi kafe, e pash një fotografi një pacientes tonë, cila ka qenë obeze. Po, shumë e vërtet. Edhe më interesoj kjo pjesa e obezitetit, a është vetëm diet, apo ti ke diçka tjetër që jetë? Diqa. Une, në momentin se edhe shumë e mirë është kjo, edhe pjesa e dijes, se shumë femna vujnë nga pesha. Pesha, edhe unë gjithmonë jam kundër asajna që e bon pjesën e operacionit, se unë nuk e du as vetë operacion, ma mërmenja edhe ti e njëti si une. Edhe unë kështu punej. Unë i bëj analizën. Momenti që e bëj analizën, unë e shoh kush dembel organizme. Atere, ju dha dietë. Dieta jam është kështu. 3 pijata janë. E mëngjesit, e drekës, e darkës, apo. E mëngjesit ka me qenë gjysën perime, 1/4 karbohidrate, 1/4 proteina. Kush është proteina? E veza. Janë gjana që unë ju dha disa gjana që. E drekës, mbrenda prej mëngjesit dhe në drekë, vetëm ujtët me pi. Nuk kena nevoj ato gjana që shi përdorëm. Qipsa, smoka. Ato. Vjen dreka, e njëta. Vjen darka e njëta. 3 racionet plota? 3 herë. Sa bukër me hongër 3 herë ditja, ako ma bukër Antigonë me hongër 3 herë ditja edhe mu dopsu. A dhe çfarë knaqësia është. Ku je konë deri sot ti? Ku je konë ti deri sot? Antigona, më kam pyet shumë njerëz, kam edhe në Amerikë që më thojnë Astrije, pse në televizioni nuk të merë? Po ti ke ajo që më kërkove. Faleminderit shumë. Unë e të gjeta. Ti më gjete, faleminderit shumë. Unë e të kam gjetë për mes TikTokut. Po, bravo. Tani kome ta të rëgua dhe pjesën e TikTokut dhe Facebookut. Kem shumë që ka bisedojnë. Sot ka ardhë një kohë kur vërtet nëse dënë me mësu, gjithë shka mundesh me mësu. Edhe mu astrologjia në jetë më ka gjetë, si ty, që të ka gjetë mjekësi alternative, kur ke halë, edhe kur jenë siklet, ti lypë rrugë se si me dalë për situatës, edhe në atë rrugë, kur të nisë është një rrugë të Zotit, një rrugë të shpirtit pastër, gjithmonë gjindën njerëzit e duhun në momentin e duhun. Shumë e vërtet. Kështu që edhe në ti nuk jena takura, si shtë Astrija. Ja. Unë